çka duhet krenohemi ne shqiptarët dhe në çka jemi gabim e dashur? Mikpritje, dashuria për njëri tjetrin, gjëra, vlera, që unë jam rritur me këto vlera. Dhe çfarë mund të kritikojmë njëri tjetrin? Pikërisht e kundërta, ana e kundërt e kësaj. Këto vlera me të cilat jemi rritur në shqiptarët brez pas brezi kanë filluar po humbasin pak. Dhe çfarë kanë bënë re? Është shumë e vështirë të përkrahim njëri tjetrin. Është shumë e vështirë të pranojmë suksesin e tjetrit, sidomos kur është një miku ynë, një mikja jon, që kemi rritur me të, që e njohim familjarisht. Dhe kjo gjë është aq që theksuar sa edhe të vjen keq, sepse është një kontrosens, të vjen keq sepse jemi një popull kaq i vogël, me një histori të jashtëzakonshme, dhe që ka rritur, i ka dhënë botës kaq shumë vlera jo vetëm në art, në kulturë, në shkencë, po si është e mundur që s'po bashkohemi dot